Është zhvilluar sot në bibliotekën Marin Barleti një aktivitet me rastin e 104 vjetorit të monedhës kombëtare shqiptare lekut. Organizatori Gjergj Temeli theksoi rëndësinë simbolike të këtij përvjetori, duke u ndalur tek origjina e emrit të monedhës shqiptare. Sipas tij, emërtimi lek lidhet me nderimin historik ndaj figurës së Lek Dugaxhinit. Ata burgshtetas nuk ishin vetëm në hartë gjeografike, nuk e donin Shqipërinë vetëm si pjesë të Europës, por e donin Shqipërinë si pjesë të identitetit europian, e të civilizimit europian, si pjesë të identitetit ton arbënor. Prandaj menuan që monedha shqiptare të quhet lek, me emrin e Lek Dugaxhinit, babës së kanunit e të drejtës ton zakonore. Ka rëndësi sepse duhet ta dinë fëmijët tonë, duhet ta dinë rinia jonë, se për çaj thonë lek dhe për që e kemi lekun në xhep. Ndoshta ishte dashur me bë dikush tjetër këtë gjë, ata që menojnë vetëm për lekun. Ne që e kemi organizuar sot këtu, menojmë ma shumë se për lekun për atë tonë. Se siç e kem atë sot, e rinin sot, e punë sot, do të kena edhe nesër. Aktiviteti organizua nga Bashkësia Shqiptare, e cila cilësoi këtë përvjetor si një moment reflektimi mbi trashëgiminë kombëtare dhe rëndësinë që ka valuta shqiptare në historinë e shtetit. Të pranishëm në këtë takim ishin studiues dhe qytetarë të interesuar mbi historinë kombëtare dhe ekonomike.